Albin Kurti, shumë njerëz kanë dhënë mendime për Albinin, është mjaft i talentuar, është inteligjent. Ki ka mundësi për një moment mi bë 3 veprime, çka vështire kanë të tjerët. Është patriot me plot kuptimin e fjalës, por me mbajt qeverinë është shumë vështirë. Ne shqiptarët mendojmë se me u marrë me politikë nuk është vështirë është. Mirë po në politikë inkorporohen të gjitha shkencat. Të gjitha s'mundesh mi ditë. Edhe mund mi dalë për dorës dikush e tjerë, por një sugjerim e kam si për televizionet, mediat, gazetarët edhe këto që shumë po miremi me thashe theme. Shumë na po miremi, a shkoj filani në varrim, atja nuk shkoj, se këta të familjes Ademit, ndoshta kanë qenë zonën, s'kanë qenë zonën për me shku të baba i Thaqit, e tjerë, nuk ka nevoj me cek, nuk ka nevoj me cek se presidentja nuk ka shku në varrim. Po veç duhet me cek që presidentja gjendet në Gjermani me një mbledhje. Edhe në rendin e parë, po e shef që s'është, faktikisht po nuk kuptohet. Nuk janë thashtë të theme, sigurisht, profesor, janë mbulim i situatës aktuale në përgjithësi e që sigurisht që prapa saj është edhe politika, prapa çdo veprimi, qoftë për këto që po e përmeni, për pjesëmarrjen në varrim apo edhe për çështje tjera. Për shembull krenare. Në Shqipëri unë që 17 vite që punoj me familje, biznes private, mbaj një hotel me qira. Unë kam shoka që mjaft pi kafe, rrije, bëj. Për shembull ata, kur të bisedojsh, ata për partin tjetër folin vetëm zi. Këta të tjerët për këtë parti folin vetëm zi. Po imazhi, figura në një letër nuk del vetëm me ngjyrën e zezë, nuk del kur gjokë. Kur farë figure s'del. Kur është bardhë e zi, duket se është çka është. Nëse i thush atim vetë Shqipërisë, po t'i shkruaj qëto vetë punë, cilën e ka bo mirë partia Salës, kur ka qenë në atë mandate.